Falenderojmë Allahun xhallal xhelalu për mirësitë dhe begatitë e tij të panumërta, e nuk ka dyshim se për mirësive më të mëdha që Zoti i Madh na ka dhuruar në këtë fe, mbasi na ka udhëzuar, është mirësia e takimit, bashkimit dhe ndëjtjes së bashku. Për këtë arsye, falenderojmë Bashkinë Islame të Ulqinit, imamin e nderuar, Zoti e shpërbleft, dhe të gjithë ata që janë bërë sebeb për këtë takim, për këtë ndëjtje. Lutë Zotin e Madh që t'i shpërblej me sevapet e tij më të mira, me mirësitë e tij më të mira, me bekimet e tij më të mira, si në jetën e kësaj bote, pa ajo që është më e rëndësishme në jetën e botës tjetër. Amin. Kur muslimanët rinë së bashku dhe takohen dhe tubohen, edhe nëse nuk përfitohet ku e diun se çfarë prej njohurive dhe informacionit, mjafton që këto vende dhe këto tubime shërbejnë në afrimin e zemrave, mjaftojnë që këto tubime dhe takime mjaftojnë në shtimin e imanit dhe të besimit, mjaftojnë që këto takime shërbejnë që njeriu të marrë një pastrim, siç ka lajmëruar për këtë pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam. Sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë pasur traditë që her mbas here i thoshin njëri tjetrit: "Ta'al bina nu'min sa'a." Hajde të ulemi pak të besojmë në Allahun xhallal xhelaluhu. Si të besojmë në Allahun? Nuk ishin sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam besimtar, jo, thjesht uleshin me njëri tjetrin, fliçin ndaj gjë për fen, ndaj hadith, ndaj jetë dhe çoheshin. Pse? Sepse ata e dishin shumë mirë se në momentin që njeriu ulet me dikë për të folë për diçka për fen, qoftë edhe e thjesht, qoftë edhe diçka e ditur, ndodh në botë, ndodh një mrekulli që ne nuk e shohim dot, sepse ka të bëjë me botën e melajkeve. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Inna lillahi malaikatan sayyahuna fil ard." Zoti i Madh ka krijuar disa melajke specifike, të cilat kanë një punë, s'kan punë tjetër. Ku shohin njerëz që ulen për hir të Zotit, për të përmend Zotin, këto melajke mblidhen aty. Jo vetëm këto melajke, po edhe melajke mbi ta, edhe melajke të tjera mbi ta, edhe melajke të tjera mbi ta, dhe melajke të tjera mbi ta deri tek Zoti i gjithësisë. Sikur mos kishte mirësi tjetër ky takim dhe këtë tubim, vetëm këtë mirësi, që ne nuk jemi vetëm sot këtu, me ne janë melajket e Zotit. Për ne këtu sot, kjo nuk është fjala ime, është fjala e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Allahu xhallal xhelalu po flet me melajket. Kështu na ka lëmë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ju thot Zoti xhallal xhelalu melajkeve, o melajke, ju thot ata njerëz atje poshtë, se ne i bjerë me qenë poshtë, e Zoti është lart mbi. Ata njerëz thot atje poshtë për çfarë janë mbledh? Thon melajket o Zot janë mbledh me të përmend ty. Thot Zoti xhallal xhelalu, pa më kanë parë mua ata njerëz që po më përmendin? Thot jo Zot, s'kan parë. Thot Zoti, po sikur nuk kishin parë mua këta njerëz, si do të ishte përmendja e tyre për mua? Thon melajket o Zot, padyshim që përmendja e tyre për ty do të ishte edhe më e madhe. I thot Zoti xhallal xhelalu, po mirë, çfarë kërkojnë ata njerëz atje poshtë? Thon melajket, o Zot, ata njerëz kërkojnë prej teje xhenetin. Thot Zoti, po si e kërkojnë xhenetin ndërkohë që ata nuk e kanë parë xhenetin? Po sikur ta kishin parë xhenetin. I thon melajket Zotit, o Zot, po ta kishin parë xhenetin, do ta kishin kërkuar edhe më shumë prej teje xhenetin. Thot Zoti xhallal xhelalu, por kujt gjëje i friksohen? Thon melajket, o Zot, ata njerëz atje poshtë i friksohen zjarrit të xhenemit. Thot Zoti xhallal xhelaluhu, pa e kanë parë atë xhenemin që i friksohen? Thon jo, nuk e kanë parë. Po sikur ta kishin parë, than melajket, padyshim o Zot që do të ruheshin dhe do të kërkonin edhe më shumë mbrojtje që t'i ruaje nga zjarri i xhenemit. Në atë moment Zoti xhallal xhelaluhu thot: "Unë ju bëj juve dëshmitar se njerëzit që kanë prezantuar atje poshtë për këtë punë, ua kam falë të gjitha gjunahet. I kam mëshiruar dhe ua kam falë të gjitha gjunahet." Njëri prej melajkeve i thot Zotit: "O Zot, po filani që kishte ardhur aty, s'kishte ardhur për këtë punë. Po e mori i shok me vete, u vun turp, e zuni zori, i erdhi turp edhe ul. Ose kishte shku për taku dikaj dikush nuk i doli nga xhamia dhe nejti dhe ai për shembull. Ose kishte i takim tjetër, po priste takimin tjetër." Thot Zoti i Madh: "Mëshira ime kur derdhet diku,
nuk përjashton askënd, i kanë falë gjithë, edhe ato që se kanë pasur qëllim. E rëndësishme që kanë prezantuar në atë vend ku është përmend Zoti, ku është folë për fenë dhe për Islamin, Allahu xhalla xhelalu të japë sevapin dhe shpërblimin. Lusë Allahun që të jemi ne për këtyre njerëzve. Lusë Allahun xhalla xhelaluhu që këtë si minimum, ky është minimumi i asaj që Allahu xhalla xhelalu ka premtuar për besimtarët kur ulen në vende të tilla. Lusë Allahun xhalla xhelaluhu që të jemi ne të gjithë për atyre njerëz që ta marrin këtë shpërblim tek Zoti i gjithësisë. Është një adhurim në Islam që është prej adhurimeve më të lehta. Po çudia e madhe është në Islam se gjërat më të shtrenjta dhe gjërat më të shenjta dhe gjërat më të rëndësishme janë gjërat më të lehta. Adhurim shumë interesant, të cilin e kanë sjellë të gjithë pejgamberët e Zotit si adhurim. Pra nuk është se Islami e solli si risi. Të gjithë pejgamberët e kanë predikuar, të gjithë pejgamberët e kanë ushtruar, dhe të gjithë pejgamberët kanë sqaruar dhe kanë folur për të. Një adhurim i cili nuk e obligon besimtarin me qenë me abdes, nuk e obligon besimtarin me nejt në kom, nuk e obligon besimtarin me qenë në xhami, nuk e obligon besimtarin me qenë patjetër në një formë të caktuar apo absolutisht. Është për adhurimeve më specifike dhe njëkohësisht për adhurimeve më të lehta në Islam. Një adhurim i cili e lidh njeriu direkt me Zotin xhalla xhelaluhu. Do thuash ti të gjitha adhurimet e lidhin njeriu me Zotin xhalla xhelaluhu. Po është e vërtetë, të gjitha adhurimet, kjo është qëllimi i adhurimit. Qëllimi i adhurimit është që njeriu të lidhet me Zotin. Dhe është veçori specifike e kësaj feje se njeriu kur do më lidh me Zotin e tij, nuk ka nevojë që të ketë një të tretë. Mund të lidhet me Zotin direkt. S'ka nevojë me pas hoxh mes teje dhe Zotit, s'ka nevojë me pas muezin mes teje dhe Zotit, s'ka nevojë me pas një alim të madh, një dietar mes teje dhe Zotit, absolutisht. Ti mund të lidhesh direkt me Zotin e gjithësisë. Ud'uni astajib lakum. Lutuni se unë ju përgjigjem. E ky adhurim është pikërisht adhurimi i lutjes dhe i duas. Një adhurim i cili nuk ka kërkuar për besimtarit asgjë interesante për sa i përket asaj mënyre ose atë përkushtim që kanë kërkuar për besimtarit adhurimet e tjera, që do të thotë namaz nuk mund falësh nëse nuk ke abdes, nëse nuk i drejtohesh kiblës, nëse nuk ka hyrë koha, nëse nuk je i pastër, etj etj. Ramazan nuk mund ta agjërosh, por nuk u ndërpreve nga ngrëna dhe pira. Haxhin s'mund ta bësh vetëm se në Qabe. Pelegrinazh nuk mund të bësh vetëm se në Qabe. Pra nuk mund ta bësh kudo. Ndërsa adhurimi i lutjes dhe i duas është i hapur, s'ka kufizim, s'ka kohë, s'ka mënyrë, s'ka diçka që patjetër njeriu duhet ta bëj etj etj. Një adhurim të cilin e sollën të gjithë pejgamberët e Zotit, nga Ademi alayhi salatu wassalam deri tek i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Keni parasysh se si Ademi ju lut Zotit xhel për gjunahin që bëri. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. O Allahu Zoti ynë, ne të dy bëm gjunah, bëm mëkat. E nëse ti nuk do të na falësh neve, ne do të jemi për të humburve një herë për gjithmonë. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayh. E këto fjalë Ademi nuk i tha nga vetja vet, po e mësoi Zoti që t'i thotë. E Zoti në momentin që Ademi i tha këto lutje dhe dua, ja pranoi pendimin, e fali gjunahin e tij, pavarësisht se e zbriti në tokë në mënyrë që të zhvillohej jeta në tokë, se faktikisht toka ishte krijuar për të mbushur nga njerëzit. E duhej patjetër ai gjunahi që boni Ademi që të zbritshë në tokë. Pra pas sebeb Ademi alayhis salatu wassalam dhe bashkëshortja e tij Havaja nuk mund zbrishin në tokë pas sebeb. Kështu që u bë diçka sebeb dhe ata zbritën në tokë. Atë le të themi edhe një herë tek tema, pra është një adhurim i thjesht, i lehtë, po që mbi të gjitha ka tre përbërës. Ai që lut ose lutsi, i luturi Allahu xhalla xhelaluhu, dhe lidhja mes tyre që quhet lutje dhe dua.
Pra më njëherë të lidh me Zotin, je ti që ke një hall, ke nevojë, ke problem, ke shqetësim, ti ai që lutesh. Kujt i drejtohesh? Allahut xhalla xhelaluhu. Atë ç'të lidh ty me Zotin, ç'të lidh? Lutja. Pra lutja, ato fjalët që ne i themi kur i lutemi Zotit, nuk janë thjesht fjalë që ne i themi dhe zhduken në ajër apo humbasin. To fjalë që ne i themi dalin nga goja e njeriu dhe ngjiten. Ngjiten. Kalojnë qiellin e parë, kalojnë qiellin e dytë, kalojnë qiellin e tretë, kalojnë qiellin e katërt, kalojnë qiellin e pestë, kalojnë qiellin e gjashtë, kalojnë qiellin e shtatë, kalojnë oqeanin, mbas oqeanit kalojnë kursijin, mbas kursijit kalojnë arshin deri ke Zoti i gjithësisë. Ka argument për këtë punë? Po. Pejgamberi i Zotit sa sem kur flet për lutjen e personit që i është bërë padrejtësi, thotë çan qiejt dhe shkon deri tek arshi i Zotit. E Allahu i thotë, unë ty do të përgjigjem edhe nëse do të vonohet pak përgjigja për ty. Pa ke të bësh direkt me Zotin xhalla xhelalu. Ashtu siç merr sevap e muslimani kur fal namaz, kur agjeron, kur bën haxhin, kur lexon Kur'anin, kur bën dhikrin, merr sevap muslimani kur i lutet Allahu xhalla xhelalu. Po si merr sevap? Unë po kërkoj punën time, unë po kërkoj hallin tim, unë duhet zgjidhi problem timin. Si u merr kë sevapi? Ka thënë pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam, "Ad-du'a'u huwa al-ibada." Vet lutja jote, kërkesa jote, shprehja e dëshirave është adhurim. Është njësoj si kur të falësh namaz. Është njësoj si kur të agjërosh Ramazanin. Pra në momentin që ti i drejtohesh Allahu xhalla xhelalu, ke nevojë, edhe pse ke hall, edhe pse ke shqetësim, ti je duke adhuruar Zotin xhalla xhelalu. Tani, përpara se ta vazhdoj temën, vetëm të mendojmë pak o vëllezër, me çfarë Zotin ne kemi të bëjmë. Sa i mirë, sa i dashur, sa i mëshirshëm, sa i dhimbshur është Zoti jon Allahu xhalla xhelalu. Ti lutesh, ke i hall, o Zot ma zgjidh këtë problem, o Zot du lek për këtë punë, o Zot ma shëro fëmin, o Zot ma bjersh nosh X-in apo Y-in, o Zot ma zgjidh këtë hall, këtë situatë, më ka vështirësu puna në gjykat. Ti ke hall. E Allahu, edhe pse ti kërkon se ke hall dhe nevojë, Allahu xhalla xhelaluhu kënaqet ta shkruan për sevap dhe të shpërblen se ti je duke adhuruar Zotin xhalla xhelaluhu. A e kupton ti se me çfarë Zoti ke të bësh apo jo? Ky është ai që ne i themi gjithmonë Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, Al-Halim, Al-Latif. Ky është Zoti me cilin ne kemi të bëjmë. Prandaj o njeri, kur e mëson ti se kush është ai i cili ti i lutesh, që si mungon asgjë në qiell dhe në tokë. Huwa Rabbul Alamin. Ai është Zoti, zotëruesi, sunduesi i botrave. Çdo gjë në qiell dhe në tokë është e tij. Madje ai na ka thënë neve në një hadith qudsi, thot law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ijtama'u ala sa'idin wahidin thumma sa'aluni fa'ataytu kulla wahidin minhum mas'alatahu ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Këtë bësh me një Zot i cili ka dash ty ta afroj pak në mend të kuptosh se çfarë ka Zoti dhe kush është zotërimi i Zotit. Zoti më të ka dhënë një shembull, thot, o robët e mi, nëse sikur gjithë njerëzimi, jo ne, njerëzit e kësaj xhamie, sikur gjithë njerëzimi, nga Ademi alayhis salatu wasalam i pari, deri tek i fundit që do të bëhet kiameti, nga xhani i parë që ka krijuar Zoti, deri tek xhini i fundit që do të krijohet e do të jetë gjallë deri në kiamet. Thot, si kur të mblidheshin të gjithë në një vend. Pse si ka përmend me lajket? Se me lajket nuk kanë nevojë, nuk kanë krijuar për botën materiale. Bota e me lajkeve është bota e nurit, s'kan nevojë. Thot, si kur ju të gjithë pa përjashtim, për shembull vetëm tani në momentin që ne po flasim bashk, ka 7 miliardë dhe gjys njerëz. Jo vetëm këto 7 miliardë dhe gjys njerëz, po sikur gjithë njerëzimi, thot Zoti, nga aja deri ke zhëja,
sikur gjithë xhind, nga A-ja deri ke Z-ja, të mlidheshin në një vend. Ka mundësi më mbledh gjithë në një vend? Ka mundësi. Tokë mahsherit do të mlidhen gjithë njerëzit dhe gjithë xhind. Ka mundësi apo s'ka? Edhe me lajket bilet do të mlidhen, edhe kafshët e gjalla do të mlidhen. Thot Zoti sikur të mlidheshin të gjithë në një vend. Dhe gjithë secilit kërkonte çfarë donte ai. Sikur gjithë secili prej tyre të kërkonte çfarë donte ai. Çfarë kanë mend ti për shembull? Me shtëpi, me makine, ku dëgjon, etj, me laptop, me iPhone 5 që ka dalë tani ku dëgjon. Pa edhe ky tjetri do të kërkonte një njëjtën gjë dhe ky tjetër. A ngopet ndonjëherë njeriu me kërku? S'ngopet ndonjëherë njeriu. Thot Zoti sikur gjithë pa përjashtim të kërkonte gjithë secili çfarë të dëshironte. Njerëzit dhe xhindët. Dhe t'u realizojsha të gjithëve dëshirat e tyre. Çfarë kërkoi filani? Po. Merr atu, kaloj, tjetri, kaloj, gjithë. Thot Zoti sikur t'i merrshin të gjithë njerëzit. Dhe dëshirat e tyre dhe t'i plotësonin nevojat e tyre dhe të krahasohej kjo thot me pushtetin tim është njësoj sikur të fusesh gjilpërën në oqeanin botëror dhe ta nxjerrësh gjilpërën nga oqeani botëror dhe thuash sa është përqindja, sa përqind është ky ujiti masi e nxjerr nga deti, sa përqind ka marrë nga oqeani botëror? A ka shifër në botë që mund ta përcaktojë këtë punë? Nuk e di se sa kilometra katror, se sa kilometra do të ishte, sa mira qindra mira kilometra do të ishte shifra e cila do të bënte dallimin e kësaj përqindje të ujit që ka gjilpëra në krahasim me oqeanin botëror. E kështu sikur gjithëve t'ju plotësoheshin dëshirat, t'ju largoheshin brengat e hallet, e t'i merrshin thojzat gjitha për vete, thot Zoti, po të krahasohet me sundimin tim dhe me pushtetin tim, kjo do t'ishte në këtë përqindje. Pra ti ketë bësh me një Zot të cilit nuk i mungon asgjë. Po jo vetëm kaq, po është i mëshirshëm me robët e tij. Jo vetëm kaq, po është i dashur me robët e tij. Jo vetëm kaq, po është i dhimbshur me robët e tij. Jo vetëm kaq, po kënaqet kur robi i kërkon dhe i lutet. Shkojmë ke njeriu që ka hallin dhe nevojën. Njeriu në natyrën e tij është gjithmonë në nevojë. Pse? Dielli nuk është pronë e tij. Pavarësisht se ne kur lindim, kur zgjohemi në mëngjes, dielli lind, perëndon, mashallah. Ajri që thith, oksigjeni që merr nuk është pronë e tij, pavarësisht se neve na duket se është e jona dhe pik. Toka mbi të cilën ecën nuk është e tij. Jetën të cilën ai e zotëron shpirtin që ka në trupin e tij, prap nuk është pronë e tij. E kështu me radhë, asgjë faktikisht njeriu t'i është lënë në përdorim. Am nuk është zotërues. Atëherë kemi një Zot i cili nuk i mungon asgjë. Kemi një krijesë që quhet njeri, i cili është i nevojshëm sa herë merr dhe nxjerr frym për Allahun xhel xhelalu. Kemi të bëjmë pra me dy ekstreme. Ekstremi i dobësisë, i varfërisë, i nevojës, dhe kemi ekstremin tjetër që është i panevojshëm për asgjë dhe që jep gjithçka dhe që nuk i mungon asgjë. Për këtë arsye thon dietarët e Islamit, rregulla thot: origjina në çdo lutje që bën njeriu është që Zoti t'i përgjigjet. Ne zakonisht themi po. Cilat janë arsyet që Zoti si përgjigjet lutjeve të njeriut, pse s'na përgjigjet, çfarë kemi bërë që s'po na përgjigjet, jemi lutur s'po na. Origjina nuk është kjo. Origjina është për çdo lutje që bën njeriu, Allahu t'i përgjigjet lutjes tij. Kjo është rregulla bazë, thot, për çdo lutje Zoti sjell përgjigjen. Po mirë, si ka mundësi që ne kur lutemi në raste të caktuara dhe në momente të caktuara s'ka përgjigje? Themi se faji është tek ne, jo se i mungon Zotit. Jo se s'ka ai mundësinë me të përgjigj. Po faji është tek ne. Ne duhet ta kërkojmë fajin ku tek vetët tona. Argumenti për këtë Zoti xhel xhelalu thot në Kur'an:
wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Zoti ju ka dhënë çfarëdo gjëje që ju keni kërkuar. Zoti u ka plotësuar dëshirat. Edhe me të vërtetë ti tani merr një laps dhe një letër dhe mendon me veten tate. I ke bë Zotit shumë lutje dhe dua. Ato lutje dhe dua që Zoti t'u ka përgjigj me drejt janë më shumë apo ato që nuk t'janë përgjigj janë më shumë? Në përgjithësi, nuk po flasim për raste të ralla, mund të ketë raste të ralla, unë nuk e përjashtoj mundësinë që të ketë raste të ralla. Në përgjithësi është që Zoti më shumë i është përgjigjë robëve të tij për hallet dhe nevojat që ato kanë pas. Edhe unë jam një prej atyre, edhe ne jemi prej atyre njerëzve që Zoti më shumë na i ka plotësuar dëshirat, na i ka realizuar. Kemi kërkuar për Zotit punë, na e ka gjetë punën. Kemi kërkuar për Zotit nuse të mirë, na e ka gjetë nuse të mirë. Kemi kërkuar për Zotit të kemi sukses në shkollë, na e ka dhënë sukses në shkollë. Kemi kërkuar për Zotit të kemi njerëz të mirë rreth e përqark, na e ka, domethënë përgjithësi Zoti i ka plotësuar dëshirat e njerëzve. Ka një listë tjetër lutjesh faktikisht që me qenë drejt që nuk na është përgjigj Zoti xhelal xhelalu. Mirë, por kur i analizojmë këto lutje, tani mas 2 vjetësh, ose mas 5 vjetësh, ose mes 10 vjetësh, ti kishim luajt lutjet, ne sikur ti kishim luajt, do të shohim se këto lutje që Zoti nuk na është përgjigj. Elhamdulillah që kësaj sipas ka përgjigj. Kësaj sipas ka përgjigj. Kësaj sipas ka përgjigj. Kësaj tjetrës nuk i pas ka përgjigj. Ti ke për të pa se në disa raste pas ka qenë më suksesshme dhe më mirë për robën që Zoti mos i përgjigje X apo Y lutje. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Jo ndoshta thot Zoti diçka e pëlqeni shumë, po mund të jetë në dëmin tuaj, ti nuk e di. Dhe diçka thot ju mund ta urreni shumë, pa ajo është në të mirën tuaj. Pastaj si mbyllet ajeti? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Zoti i di punët, ju nuk i dini. Pa ka raste që ti lutesh për diçka, më vonë, mas 20 vjeç e merr vesh që po të ishe përgjigj Zotit lutjes tate, Allahu alem se ku kishe përfundu. Zoti më di se ku mund kishe shku. Tregonte Sheikh Muhammad Hasani në një rast, thoshte njëri prej hoxhallarëve, kishte pas qenë në Amerikë. Thot, dhe normalisht kishe shku në një datë caktuar dhe për të kthyer në një datë caktuar. Dhe puna e parë thot që bëri kur shkoi atje, dorëzoi biletat dhe rezervimin në mënyrë që ta siguronin edhe një herë kthimin. Ditën e fundit kur ishte bërë gati, ishin lajmëruar njerëzit në Egjipt që shejhu do të kthehej etj. Thot ditën e fundit me fjalë i vin ato çunat, ato organizatorët i thonë shejh nuk e kemi marrë okay në biletës. Nuk u bë. Kështu që është shtyr edhe për një ditë. Ky tani i tregon shejhut, i thot u bëra shumë keq thot. Dhe e vuajta. Thash kjo tregon se ka mungesë serioziteti. Unë gjëja e parë që bëra kur erdha ju thash biletën, ju thash rezervimin. Sepse unë kështu e kam ngritur punën. Nuk është punë rrëmu, çat dalet bëj. Gjonat janë të programuara. Njerëzit kanë dalë me prit, un kam program atje. Etj, e rëndësishme ai tregon në fjalë se është mërzit shumë. Mirë po ndodhi diçka krejt tjetër me fjalë. Avioni digjet në ajër. Dhe lajmi i parë që patin në mediat atje, filan avioni me filan numër, thotë shoh biletën unë dhe shifra televizorin. Numrin tim të biletës dhe televizorit. Pra ne nuk i dim urtësitë të mëdha të Zotit. Dhe janë shumë raste që Zoti neve nuk na përgjigjet dhe faktikisht ne e morim vesh më vonë se pas sa qenë në të mirën tonë që Zoti nuk na shpërgjigj. Ose është problemi tek ne. Çfarë tha Zoti? Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Nëse ty të pyesin o Muhammed për mua, thuaj jam pranë tyre. Jam pranë njerëzve, me dijen, me shikimin, me dëgjimin, me mbikëqyrjen. Zoti është pranë nesh. Nuk mund t'i humbim ne Zotin. Xhelal xhelalu, nuk mund t'i fshihem. Unë thot jam pranë tyre. Prandaj let më përgjigjen ata mua që unë t'i përgjigjem atyre. Reciproke.
Nëse duam që Zoti të na përgjigjet, ku jemi ne me Zotin xhalla xhelalu? Jo vetëm kaq ku jemi ne me Zotin, po ne kemi edhe një problem tjetër shumë të madh, që është mënyra se si ne përjetojmë lutjen dhe duan. Ne në natyrën tonë kemi shumë probleme kur bëjmë lutje dhe dua. Për shembull, kur bëjmë një lutje dhe një dua, ndikohemi shumë nga njerëzit. Që do të thotë, vjen në xhamat ose vjen një grumbull njerëz që janë të bëjë dua dhe lutje, më vjen muzore dhe bëj dhe unë lutje, se gjithë janë të bëjë lutje dhe bëj dhe unë lutje. Dhe me lutja duhet buroj nga shpirti, duhet buroj nga zemra. Nuk duhet ndikohesh nga tjerët kur i lutesh Zotit xhella xhelalu. Duhet ta ndjesh vetë lutjen. Për këtë arsye kanë thënë, shtylla kryesore që e mban lutjen këmbë është sinqeriteti i robit. Sa i sinqert, sa i dëlir është ai në momentin kur i lutet Zotit xhella xhelalu. Sepse është adhurim. E me që është adhurim, nuk mund ta pranojë Zotin nëse nuk bëhet i sinqert për Allahun xhella xhelalu. Një problem tjetër që ne kemi kur bëjmë lutje është se ne ngutemi. I lutemi Zotit ti herë themi unë luta, s'u bë gjë. Ose lutemi Zotit 2 herë themi po s'u bë gjë, u bë 2 herë që po lutem për këtë punë. Faktikisht ai që ka hall dhe nevojë jemi ne. Kështu që ne nuk duhet ta ndajmë lutjen deri kur, derisa ta përgjigjet. Derisa të ikë si rast, derisa të zhduket si rast. Lutu. Sa pejgamberi sa sen, Allahu xhalla xhelalu do t'i përgjigjet lutjes së ndonjërit për jush derisa të ngutet. Tha në pejgamberi Zotit, çdo të thot derisa të ngutet. Tha thot ndonjëri për jush u luta, e s'mu përgjigj Zoti dhe e lën lutjen, nuk lutet më. Pra një nuk kapse të ngutet. I thash njërit një herë, thoshte njëri për dietarëve, erdhi tha dhe filloi ta ankohej. Kishte hall, më të vërtetë ta kishte hall. E thoshte, i gjysore duke thonë hallin e vet, po si ta bëj, si ta zgjidhë. I thashte or djalosh. Sikur këtë gjysmëmor është ta kisha harxhuar me Zotin tat. Ti ishe lut Zotit tat, do të ishte më mirë për ty. Ej, gjysore lutje. Ne ja bëjmë kështu. Edhe ikim pastaj. E ke provu në herë që ti lutesh Zotit për një gjë gjysore? E ke provu në herë që ti lutesh Zotit 1 orë, ke i hallalla, ke i problem, ke i diçka. 1 orë ti lutesh Zotit, 2 orë ti lutesh Zotit. A ke hall? A ke nevojë? A do që të zgjidhet situata? Lutje për Zotin xhel xhelalu. Se ky 2 orë jo vetëm që të shkruhet adhurim dhe sevap, po kështu zgjidhen problemet, na ka mësuar kështu kush Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Problem tjetër që ne kemi në momentin kur i lutemi Zotit është se ne hutohemi në momentin kur lutemi, se kemi mendin ke lutje dhe ke duaja që bëjmë. E nisim dakord për hallin që kemi, 1 2 3 4 5, pastaj na humbet mendja. E pejgamberi sa më thotë Allahu nuk i përgjigjet lutjes atij njeriu i cili është i hutuar nga lutja e tij. Ti ke hall dhe se ke mendjen për çfarë po kërkon. Edhe nis për X gjallë, ndërkohë që me mend jetu menu për dyqonin, ndërkohë që me mend jetu menu për gruan, ndërkohë që me mend jetu menu ku dëgjon se jezi me filonin ke puna apo me mësuesin ke shkolla. Po ja, nuk mundet kështu. Por ti lutesh Zotit xhel xhelalu, ta kesh mendjen tek ajo gjë që ti je duke lutur. Dhe ta kuptosh çfarë je duke thonë. Se ka ca vëllezër që mojnë libra duash për shembull, ai nuk e di se çfarë është duke thonë. Edhe lexon aty latinisht. Rabbana ati, për shembull, atina, se di çfarë të thonë. Çfarë bën Allah thotë kam bë 2 orë dua, mashallah. Po ç'e dua e kam bë? Ku dëgjoj se i libër duash? Jo, ti duhet ta dish çfarë duke thonë. Elhamdulillah që Allahu nuk e ka kushtëzuar lutjet ti në gjuhën arabe. Elhamdulillah, është mëshira e Zotit. Nuk është kusht me qenë lutjet në arabisht. Po namazi duhet lexuar arabisht, El Fatiha duhet lexuar arabisht, Subhaneke duhet thonë arabisht, dhikri i rukus duhet thonë arabisht, dhikri i sejdës duhet thonë arabisht, ndërsa lutjet thotë pejgamberi sallallahu aqrabu ma yakunu 'abdihi al-'abdu ma'a rabbi wa huwa sajid fa akthiru fihi min ad-du'a fa innahu qaminun an yustajaba lakum. Momenti që njeriu është më pranë Zotit është kur është më ballë në sejdë.
Prandaj ta shtojini lutjet sa më shumë në sejdë, se është mundësia më e madhe që Allahu t'i përgjigjet robrit ti ku është me ballë në tokë, me kokën në sejdë. Ose tha përpara selamit në një rast tjetër, thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i ma sha'a. Pastaj tha pas se me dhon selam, të boj prej lutjeve dhe duave çfarë të doja ai. Hapur, shiqur Zotit, elhamdulillah. Kjo është përmirësive të Zotit. Pra ti duhet kuptosh çfarë duhet thonë. Ti duhet ta ndjesh çfarë duhet thonë. Ti nuk duhet të jesh i hutuar nga ajo që ti po lutesh. Duhet ta kesh mendin aty të jesh i përqendruar. Ti nuk duhet ngutesh. Nuk është kjo punë me çelës, nuk funksionon gjonat me çelës. Ky është adhurim. Dhe ndoshta Allahu xhallal xhelalu ty nuk përgjigjet sepse është duke të sprovu me pa se ku je ti, kënaqesh ti prej Zotit për çdo situatë apo jo? Apo thua, po çka kom bën që po më përgjigjet Zoti, mashallah, unë fal namazin. Kujt po kërkon llogari? Allahu xhallal xhelalu. Kujt po i thu? Zoti xhallal xhelalu. Shpunë e tij ajo, shpronë e tij. Duhet që besimtari të shfrytëzojë 3 gjëra të rëndësishme kur lutet. Dhe kjo është prapë prej problemeve që ne kemi në lutje, janë disa sekrete o vëllezër, që Zoti neve ne ka thonë po i shfrytëzojmë lutje, ai ka thonë se ta jep. Për shembull, ti lutesh Zotit xhallal xhelalu duke përdorur emrat e Zotit në lutje. Çfarë halli ke, vallai më kanë myt gjunafet. Atëherë përdor emrat e Zotit, i gjithë mëshirshëm, mëshirues, falës, pranim pendues. Thuaj Zot, unë më gjunofe shumë. Po ti je shumë i mëshirshëm me robët e tu. Më fal mua Zoti. O Zot, unë më shumë gjunafe, po ti je ai që i fal gjitha gjunahet. Më fal o Zoti. O Zot, ti na ke mësuar se ti je ai që e pranon pendimin. Dhe unë duhet pendohem tek ti në këto momente. O Zot, më fal. Tek ti pendohem sinqerisht. Vallai nuk më ka ecë fare puna, është bo keq. Përdor emrin e Zotit furnizues, thuaj o Zot, ty s'të mungon asgjë. E jote është çfarë kanë qiell edhe në tokë. Ti je i pasur, el Ghani. O Zot, i kam punë të keq o Zoti. Në më të dal nga situata. E kështu me radhë, përshtati emrat e Zotit për hallin dhe nevojën që ti ke. Fut në lutjen tate emrat Allahut sa më shumë. Fut emrat Zotit. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam pa një ditë një burr që ishte duke fal namaz, edhe ai po lutej pas se me dhon selam. Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah, la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak, al-ahad as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli. Dikush po i lutej Zotit dhe po thoshte, o Allah, unë po të lutem ty se ti je Zoti im i vetëm, nuk ka Zot tjetër përveç teje, ti je Samed, i panevojshëm, ti s'ke lindur dhe prej teje s'ka lindur askush, dhe me ty askush nuk është i ngjashëm, o Zot, të lutem ty që të më falësh mua gjunahet e mia. Pejgamberi sa se me dëgjoi dhe kaloi, tha këtu tha ju ka Allahu i është përgjigj lutjes tij. Ose i transmetim tjetër, tha këtë Allahu e ka fal. Dhe për emrave më të rëndësishëm që besimtari duhet të fusi në lutjen e tij është emri i madh i Allahut. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Allahu xhallal xhelalu ka emrin e tij më të madh, që kush lutet me këtë emër më të madh të Allahut, Allahu do të plotësojë atij dëshirën, do të realizojë atij dëshirën që ka, kërkesën do t'ja plotësoj. Tani kush është ky emri i madh i Allahut? Shumë prej njerëzve kujtojnë se kjo na ka mbet sekret se gjejmë dot. A ka mundësi o vëllezër që kjo fe kaq e bukur, kaq e mrekullueshme, kaq e mirë, kjo fe që është e gjitha mëshirë, ti lihej kjo gjë kaq e rëndësishme sekret? Po mirë, nëse Muhamedi këtë punë sallallahu alaihi wasallam do ta lënte sekret, a ka burr nonë që mund ta gjejë më këtë sekret? Nëse ai do ta lënte sekret këtë punë, e Zot na e zbulonte, si do të gjejë më ky sekret? Jo, vallahi nuk është sekret. Po si ka mundësi? A ka ndonjë mënyrë për ta zbuluar? Po. Si ka mundësi? Vet pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thonë për 2 raste.
Për dy raste që është lutur me emrin e madh të Allahut, ky personi tha, tani sapo u lut me emrin e madh të Allahut, që kush i lutet Zotit me të, Allahu i përgjigjet lutjes. Shumë mirë, hajta shohim çka ka bërë dua ky robi. Ky si është lut, edhe zbulohet sekreti. Edhe e kanë marrë duan atij burrit që sapo përmenda. Ai kishte thonë: Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad an taghfira li. Ky kishte thonë lutjen e tij: O Allah, unë kërkoj prej teje se ti je Allahu, Zoti im. Një i vetëm pa shoh, i pa nevojshëm për asgjë dhe çdo gjë ka nevojë për ty. Ti nuk e lindur dhe prej teje nuk ka lindur askush. Me ty askush nuk është i barabartë apo i ngjashëm, mi falsh mua gjunahet. Në një transmetim tjetër ka thonë ai: Allahumma inni as'aluka, prap Allahumma, o Allah, o Zoti im. Dhe këto transmetime ku pejgamberi i Zotit ka thënë është lutur me emrin e madh të Allahut, është përdor emri Allah. Stafon e dim gjithë këtë punë. Feja e Zotit kështu është, nuk ka feja e Zotit enigma. Nuk ka feja e Zotit ekuacione. Feja e Zotit është e thjeshtë. Feja e Zotit është për të gjithë njerëzit. Po, ky është emri i Allahut, që duhet ta përdorësh vazhdimisht në lutjen tënde. Vazhdimisht fute Allah, o Allah, o Allah, luti Zotit me emrin Allah, se është emri më i madh i Zotit. Emri më i bukur i Zotit. Është emri bazë mbi të cilin ndërtohen të gjithë emrat e Allahut. Argumenti i dytë, pejgamberi i Zotit sa se u pyet, tha no pejgamberi i Zotit, ku ta gjejmë emrin e madh që ti na ke thonë? Dhe pejgamberi sa se më dha orientim për dy sure ku përmendet Allah në to. Përmendet dhe emra tjerë, përmendet emri El-Hayy, përmendet emri El-Qayyum. Mirë, po nëse do të marrim të gjitha argumentet, në të katër argumentet ku flitet për emrin e madh të Allahut, në dy argumente janë përmend emri Allah, El-Hayy, El-Qayyum, në dy argumente është përmend emri Allah, Samed, El-Ahad. Dhe në të katërta argumentet është përmend emri Allah. Dhe për gjitha këto katër argumente pejgamberi i Zotit sa më ka thënë, është lutur me emrin e madh të Allahut, emri i madh i Allahut. Kështu që i bie që emri i madh i Allahut jetë emri Allah, që ti duhet ta përdorësh në lutje dhe në dua. Një problem tjetër që ne kemi në dua dhe në lutje është se ne nuk kemi fituar akoma edukatën e duhur të lutjes. Pra nuk është e edukatës dhe etikës lutjes që kur ti ke i hallë, o Zot më edhe kaq. Ngrej duart nga Allahu xhalla xhelalu. Se pejgamberi alayhis salam thot, Allah është i turpshëm dhe shumë bujar. Allahu të vjen turp prej robit, nëse do të ngrej duart nga Zoti, mos t'ia plotsoj dëshirën, t'ia kthej huq. Ky është Zoti me cilin ti ke të bash, është i turpshëm. Ai nuk do që ti t'i thosh o Zot më jep, t'ia ngrejsh duart ka Zoti i madh, e mos përgjigjet. Ngrej duart nga Zoti i gjithësisë. Nise lutjen dhe duan me falënderim. Argumenti. Mesi i surës El-Fatiha dhe funi i surës El-Fatiha, çfarë ka? Lutje. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alehim, ghayril maghdubi alehim waladdallin. Është lutje kjo apo jo? Po i thu Zot, o Zot na udhëzon rrugë drejt, jo në rrugën e atyre që ti ke begatuar me mirësitë dhe begatitë tua, jo në rrugën e atyre që ti ke humbur, dhe jo në rrugën e atyre që ndaj të cilëve ti je hidhur. Amin. Apo jo? Është lutje. Përderisa thua amin, do thotë se ke bërë edhe lutje. Si e ka nis Allahu këtë lutje? Si e ka nis? Çfarë ka thonë fillim fare? Elhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. E ka nis lutjen që të na mësojë neve. Kur ta nisësh lutjen, falëndroje Allahun xhalla xhelalu. Lavdroje Allahun xhalla xhelalu. Lartësoje Allahun xhalla xhelalu. Përdor një formulë të fortë. Kush është formula e fortë? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illa Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Këto janë formulat e forta. Këto janë lidhje direkte.
Futin dua, futin a ke hall. Thuaj la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Njësoj Allahun, madhroj Allahun, lartësoj Allahun. Si ta pejgamberi sasem, lutja më e padiskutueshme është lutja e atij që ran bark peshkut. Kush ishte ai që ran bark peshkut? Yunus alayhis salam. Çfarë tha Yunus alayhis salam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Çfarë tha pejgamberi sasem? Lutja më e sigurt që mund bëj njeriu është lutja e ditës Arafatit. E lutja më e mirë që kanë bënë dhe gjithë pejgamberët që kanë qenë përpara meje është që më thonë la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Atëherë lutjen kur ta bësh nise duke madhëruar Allahun, duke falëndëruar Allahun, duke lavdëruar Allahun xhalla xhelaluhu. E dyta, përdor tauhidin si ndërmjetës dhe lidhës mes teje dhe Allahu xhalla xhelaluhu. E treta, prano mëkatet dhe gjunahet e tua. O Zot, unë e di se kush jam e se si jam. Thuja Zotit, se Zoti e di. A mund t'i mçifesh Zotit? A mund t'i fshihesh atij? A nuk e di ai se kush je ti realisht? Pse bën veten sikur je, kush di kush je? Ti e di shumë mirë se unë nuk e di vallahi. Unë nuk e di se si jeti me Zotin tat. As ju nuk e dini se si jam unë. Ama unë e di se si jam unë me Zotin tim, e di. Dhe e di të gjitha problemet që unë kam me Zotin tim. Atëherë ti thuaj Zotit këtë gjë. Thonë dietarët e Islamit, është prej sekreteve të suksesit në lutje është që ti të pranosh se kush je. Të pranosh, thosh o Zot, unë e di mirë o Zot se kush jam. Dhe e di që kam mëkate dhe gjunahe. Dhe e di o Zot që po të ishte për drejtësi, unë as frym nuk meritoj me marr. Po të ishte për drejtësi, i kam unë gjitha shanset me fitu diçka prej teje. O Zoti im, po unë besoj se ti je i mëshirshëm. O Zoti im, po unë besoj se ti je falës. O Zoti im, unë besoj se ti je dhe futi emër të Zotit që ti ke hallin dhe nevojën. Dhe pastaj i lutesh Allahut për atë që ti do më lut. Po mirë, kur ne bëjmë lutje, është kush që të jetë një lutje për një gjë, apo mund të fusim në një lutje shumë gjëra, s'ka problem. Ai mungon gjë Zotit? I mungon gjë Zotit? Çfarë problemi ka që në një lutje të lutesh për 100 gjëra? Çfarë problemi ka? Kam një xhamotliun tim atë ke xhamia, Zoti e rujt, kur fillon me bë dua 1 orë. Edhe i ditë i them, s'do t'ja përmend emrin, se e di që s'ka qejf që t'i dalë emri. I them, o filani them unë. Po për çfarë bën ti kur lutesh? Tha, kam një listë të madhe me njerëz ta që i lutem gjithmonë Zotit për këtë listë njerëzish. Po kush tash unë janë kot për kuriozitet. Kishte ja 100 sa veta. Që i lutej Zotit gjithmonë për ato. Subhanallah, s'harron të asnjë. I lutem sa për filanin, për filanin, për filanin, për filanin, për filanin. Po çai ke thash? Jo, ky thash filani, ky është filani, ky është filani. Subhanallah, Allahu Akbar. Pra mund të kërkosh shumë gjëra në një lutje, nuk ka problem. Dhe mos harro asnjëherë lutjen tate dhe duan tate, veje fiksim që të çosh salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kullu duain mahjub ma lam yusalla alayya. Çdo dua dhe lutje është e papranueshme nëse nuk çohet salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Është e prerë, thot pejgamberi sa më ka thonë këtë fjalë. Çdo lutje është e prerë, nuk shkon tek Zoti nëse personi nuk çon salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po mirë do thotë njëri, për shembull mosha e vjetër, thot gjithë këto gjëra që thot ky. I bie vetëm hoxha me i bë këto muhabete. Hajse rinia ndoshta e kapin, e morin kasetën, e kthejnë, e shkruajnë, i fiksojnë gjëra. Si bëhet? Nuk është kusht që njeriu të flasë arabisht, unë e thash. Ti këto gjëra mund t'i thush edhe shqip. E falëndero Allahun shqip. E madhëro Allahun shqip. E dlirso Allahun shqip. Thua o Zot, s'ka Zot tjetër përveç teje shqip. O Allah, unë kam këtë hall shqip. O Zot, ço salavate me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shqip. Sa në gjë çuditshme. Po nuk e ke parasysh. Erdhi një burr tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e ngjoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke fol. Po ky ishte i moshuar, i thyer në mosh. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam boni dua të gjatë. A kupton? Edhe ky kur mbaroi, sa pejgamberi Zotit, unë nuk di mu lut kështu siç luteni ju tha.
ka gjatë, fjalë bukura. Pejgamberi Zotit kur lutet, e ke parasysh? I tha pejgamberi, po çfarë thotë, tha? Tha, unë diçka them, tha, haj, tha. Allahumma inni as'aluka al-janna wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. O Zot, më mundso xhenetin. E mbroj për zjarrin e xhenemit. Çfarë tha pejgamberi sa sem? Wa nahnu, tha, hawlaha nudandin. Ne aty rrafim, tha. Edhe ne aty shkojmë, tha, shkojmë. Ama edhe ne në fund fare që themi, o Zot na jep xhenetin, e na ruaj për xhenemin. Zoti më shumë shef çfarë? Për kushtimin të atë momentin kur lutesh. Këto që unë i thash janë edukata e lutjes, edukat, etik. Ama nuk janë kusht. Kusht është kusht që ti kur të lutesh, ti jesh i pastër me Zotin tënd. Ti ta ndjesh atë që thu. Ti jesh i përqendruar atë që thu. Mos të ngutesh, edhe të lutesh gjatë. Kjo është për gjithë njësoj, pastaj mënyra se si sa më shumë të realizoj njeriu, aq edhe më mirë është për të. Për problemi që ne kemi në lutjet tona është se ne nuk përdorim punët e mira kur i lutemi Zotit, xhella xhelaluhu. Që do të thotë, a kemi fal namazin? Po, se me o Zot, unë e fala këtë namaz. Dhe besoj se këtë namaz e kam bërë për hir tat dhe për kënaqësinë tate. O Zot, me që unë e fala këtë namaz për ty dhe për hir tat, ma mundso që ta marr tapinë e tokës. Tu ka blloku tapia për shembull. Përdor namaz në akşamit, përdor namaz në yacis, përdor namaz në sabahut. O Allahu Zotim, ti e di shumë mirë, ti thon Zotit, nuk po i thon njerëzve, që unë shkova në filan vend, filan ditë dhe i kam dhënë sadaka filanit, o Zot e kam dhënë vetëm për ty, se di njëri këtë punë. O Zot, ma zgjidh këtë problem gjykat që kam. Po. O Allahu Zotim, ti e di shumë mirë që unë u bë 2 vjet që pagjoj për ty tonë dhe tejte. Askush nuk e di këtë punë, o Zotim. Përveç meje dhe teje. O Zot, unë kam këtë hall të madh. Ma zgjidh këtë punë. Lutju Zotit me punë të mira. Po pse herë burri dhe do thotë në interes që ka, po ku është problemi? Pejgamberi Zotit sa më tregoi historinë aty në 3 personave të cilët i zuni shiu në mal edhe shkuan në shpellë. Dhe kur u futën në shpellë, u shem një copë mali edhe ju zuni deri në shpellës. Tentun, than presin vdekjen. Asë njerëz, kishte as celular, s'ka pas në as internet. Me lajmëru njerëzit. Tha njoni për ty në ora, bëjmë i gjonë, tha këto tjerë. A i lutemi Zotit, tha, me punët tona që ne menojmë se janë punët më të sinqerta që kemi bërë për Allahun. A kupton ti sa problematik dhe sa kritik duhet jetë njeriu për veten e vet apo? Llogaritë këto 3 burra nuk kanë gjetë gjithsej vetëm se nga i punë gjithsecili. Muslimani kështu duhet jetë kritik, akuzues i vetes tij dhe arsyetues i muslimanëve, ama për veten e tij duhet jetë akuzues në maksimum. E u menu njëri, u menu shtrydh, hop e gjeti ai një tho Zoti im. 1 2 3 4 e boni lutjen ai. Luti, guri, Allahu Akbar. Bo me dalë s'dilshin dot. Filloi të u menu i dyti. U menu, tha, më duket se filan punë. O Zot, tha, unë filan punë kam bërë për hir tat. Na e luaj o Zot dalin për kësaj shpellë. Lujti guri prap, po s'dilshe dot. Tha i treti, o Allah o Zoti im. Kështu tha kanë ndodhur filan ditë, edhe unë tha nuk u tërhoqja se s'du ta përmendatin se mund ta keni dëgjuar gjithë ditën dhe dini. Tha unë kam bërë këtë punë, tha o Zot për hir tat. O Zot, na liro shpellën. Lujti guri ra, edhe dole nga shpella. Përdori punë të mira. Nuk është turp, nuk është punë interesi. Ti ke hall. Edhe i thu Zotit, ato Zot, këtë punë të mirë, po ta paraqes që ndihmosh për hallin dhe problemin që un kam. Mos shfrytëzimi për problemet që ne kemi në lutjet tona është se ne nuk shfrytëzojmë ashtu siç duhet kohët e volitshme. Në Islam janë disa kohë që quhen kohët e volitshme dhe të padiskutueshme. Që nëse ne i shfrytëzojmë ashtu siç duhet, Allahu xhallahu ka premtuar se do të përgjigjet lutjes së robit të tij. Për shembull, lutja thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mbas ezanit. Lutja mes ezanit dhe ikametit. Lutja e sejdës, lutja përpara selamit, lutja që bëhet
në momentin kur njeriu është agjërueshëm, lutja që bëhet kur njeriu është udhëtar, lutja e babës dhe nonës për fëmin, lutja e fëmisë së mirë për babën dhe për nonën e tij, lutja e njeriu në 1/3 e fundit të natës. Zoti thotë pejgamberi sa ju drejtohet njerëzve thotë, thotë, ka ndonjë që ka ndonjë kërkesë? Ka ndonjë që ka ndonjë nevojë? Ka ndonjë që ka ndonjë hall? Ka ndonjë që do ta fal? Deri kur sa fillon 1/3 e fundit të natës, deri në ezanin e sabahut. E Zoti po pret. Zoti pret, kush ka ndonjë hall për njerëzve? E fatkeqësisht ndonjëri prej nesh mund ta ketë kohën më të mirë gjumit këtë kohë, koha para sabahut. Ai që omël i bëhet kjo kohë e gjumit, saqë është në gjendje që gjithë natën ta kalojnë në muhabet, në llafe, e ku dëgjojnë nëpër internet apo nëpër Facebook, në këtë kohë flet gjumë, duke rrezikuar edhe namazin e sabahut, Zoti na ruaj, duke rrezikuar edhe namazin e sabahut. Ndërkohë që do të ishte për një musliman më mirë e kundërta, të flente herët, të çonte përpara sabahut, ta kalonte këtë kohë ashtu siç Zoti në Kur'an, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Një pjesë të natës e kalonin pa gjumë, në kohën e syfyrit i kërkojshin falje Allahu xhalla xhelaluhu. Nëse pejgamberi i Zotit që s'kishte nevojë, i lutej Allahu xhalla xhelaluhu dhe shfrytëzonte këto kohë, po ne si duhet jemi. Atë shfrytëzimi i kohëve të volitshme, i momenteve të volitshme. Për shembull kur është duke ra shi. Sa fillon shiu, ka qenë traditë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që sa fillonte shiu, dilte në shi, e zbërthente pak atë rrobën e tij, edhe e lente që t'i binte pak shiu, pastaj futej dhe bonte dua. Ose momenti kur vdes dikush, momentin që vdes, subhanallahu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u fut në një rast në një shtëpinë e dikush që sapo kishte ndruar jetë, dhe fillum siç bëjnë gratë, bubuja ku dëgjon atje, thonë mos u lutni në këto momente kundër ose me mallkime, sepse janë momente kur me lajke thonë amin, amin, çdo lutje, amin, amin, amin. Është momenti më i mirë që robi t'i lutet Zotit për të vdekurin dhe për veten e vet. Është rast, amin. Kush po thot amin? Me lajket Allahu xhel xhelal. Pa me lajket janë mbledh aty në atë moment dhe po bëjnë amin, amin, amin. Shfrytëzoje edhe për të vdekurin, që ka shumë nevojë për lutjet e të gjallëve, po shfrytëzoje edhe për veten tate. Shfrytëzoje edhe për veten tate. Ose për shembull, moment shumë i volitshëm që njeriu duhet ta shfrytëzojë për lutjen e tij është që të lutet për dikë pa e ditë ai. Se kur lutesh për dikë pa e ditë ai, e fiton edhe ti. Thoshte njëri prej burrave të moçëm, sa herë tha kam pas në hall për vete, për të njëjtën gjë lutem për vllajin tim tha. Po pa u lut për hallin tim. A kuptot? Për shembull, ka pas hall, sa hallet e ty në ndryshojnë nga hallet tona, apo jo? Ne kemi halle të tjera, ta kam pas halle të tjera. Për shembull thot njëri prej tyre, ka pas hall që të mësonte Kur'anin përmendesh. Ky është halli i atij. Kurse ne themi halli jonë është me pas iPhone 5 për shembull. Tha, o Zot, tha mundsoja vllajt tem filanit me mësu Kur'anin përmendesh. Edhe i lutej Zotit. Po Zot mundsoja, o Zot mundsoja. Ky faktikisht për kë po lutej. Ky kishte hallën e vet. Pse? Se pejgamberi sa thot, ma min muslimin yad'u li akhihi ala dhahri al-ghaib ose fi dhahri al-ghaib illa wakala Allahu bihi malakan inda ra'sihi wa yaqulu amin wa laka mithlu. Nuk ka njeri tha që lutet për vllajën e tij pa e ditë ai. Pa e ditë, lutesh pa e ditë. Vetëm se Zoti thon në momentin që ai lutet për vllajën e tij sjell një melek e koka. Ty të vjen një melek e koka. Po çfarë bën ky meleku? Thot amin edhe ty gjithashtu. Amin edhe ty gjithashtu. Amin për atë, po edhe ty gjithashtu ka për ta thonë Zoti i gjithësisë. Ja vlen apo nuk ja vlen më lut për vëllezërin ton? Vallahi ja vlen. Pse? Se me lajket e Zotit thonë amin. Me lajket e të madh e Zot thonë amin. Për momenteve të rëndësishme dhe për gabimeve tona që konsiderohen probleme në lutjet tona është mos respekti ndaj prindërve.
Pejgamberi i Zotit sa në një hadith i thot Omer ibn al-Khattabit, ju e dini kush ishte Omer ibn al-Khattabi apo jo? Thot do t'ju vi nga Jemeni një burr që quhet Uwais al-Qarani. Thot kur t'ju vija i thot në herë në haxh dhe e tako, qëllosh e takove, thuaj që të bëj dua se lutja e tij është e pranuar. Tha o pejgamberi i Zotit, po si ta njoh tha që është filoni? Sa njerëz. Sa ka një pull në i që nuk është shëruar, një smundje ka kaluar smundje, po i ka ngel një pull pa shëruar. E sa herë vishin njerëz nga Jemeni në haxh Omeri thotë, nga jeni thotë, nga filan vend. Ora thotë, mos ka një Uwais me ju? Jo i thoshin ata. Vite grupi tjetër, derisa një vit tha nga jeti tha nga Jemeni, nga cili vend e Jemeni tha nga filan vend. Tha mos ka ardhur me ju në haxh tha, një far Uwais al-Qarani, tha po, është me ne tha. Kush është ai tha? Tha filani. Edhe e mëron mirë. E thotë o filani thotë, a do të bësh dua për mua? Thotë stakfra, kush jam unë që të lutem për prisin e besimtarëve? Thotë vën për tonë unë bëti dua për mua, futi për mua më fjalë. Ora tha Omer, lej këto gjona tha, po unë kam ngjuar për pejgamberin sa sen, tha diçka që ti ndoshta nuk e di. I tha çka ke ngjuar tha. Tha kam ngjuar që për pejgamberin sa sen, tha që nëse vjen filani thuaj që të bëj dua, se lutja e tij është e padiskutueshme tek Zoti i gjithësisë. Mirë thaj, dakord. Dhe ky u zhduk. Nuk është transmetuar më se ku është parë ky njeri. Hera e fundit është takimi me Omerin radhiyallahu ta'ala. Tani kur është lexuar jeta e tij, çfarë bonte ky njeri? Ora ky çfarë pati që çfarë lutje të bonte ky i shkonte tek Zoti i gjithësisë. E padiskutueshme, ka thonë pejgamberi. Thot jeta e tij, biografia e tij kanë ashaddu nasi barran biwalidatihi. Ka qenë respektues në maksimum i nonës vet. Allahu akbar. Nonën e vet e ka pas respektuar në maksimum. E Allahu xhalla xhelaluhu ja kompensoi respektin ndaj nonës duke mos i lënë atij lutje në këtë botë pa ju përgjigj. Prandaj edhe ky është një prej sekreteve dhe njëkohësisht prej problemeve tona në lutjet dhe në duat tona. Ka vetë kohë? Edhe 3 minuta. Ta mbyllim tani se mund flasim pas ezanit apo ta mbyllim me ezanin? Mirë. Atëherë po flasim që ta mbyllim me ezan, po më sa duket do të vonohet ezani sonte. Në lutjet tona, ne ndonjëherë o vëllezër, për i diçka shumë thjesht, harxojmë shumë fjalë, po nuk arrim ke qëllimi. Për këtë arsye, përdor në lutjet e tuaja lutjet që Zoti të ka mësuar në Kur'an. Lutjet që kanë bërë pejgamberët e Zotit. Pse? Lutjet e Kur'anit jo vetëm që janë në Kur'an dhe lexohen si Kur'an dhe ka sevapin e leximit etj, po ama ato lutje Zoti i Madh nuk i ka sjell kot në Kur'an. Ka në lutjet e Kur'anit garanci. Kështu që mundohu në lutjet e tuaja të përdorësh lutjet e Kur'anit për dy arsye. Arsyeja e parë se në to ka garanci dhe arsyeja e dytë është se lutjet e Kur'anit ti mbledhin shumë gjona me fjalë pak. S'lejnë më u lodh shumë. A përmendim për shembull një shembull prej aty në lutjet e Kuranit që është një rresht dhe s'kalon gjë pa fut mrena. Për shembull, ajo lutje që njerëzit e bëjnë zakonisht namaz, ama nuk e ndjejnë, e bëjnë kështu, se duhet bëhet Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban. Kjo është një ajet kuranor. Ky ajet kuranor nuk kalon gjë prej gjonave të mira të kësaj bote pa e fut mrena dhe gjë të mirë prej gjonave të botës tjetër pa e fut mrena. Një ajet. Një ajet. O Zot na jep të mira në këtë botë, pa përcaktim të mira, e mira fillon nga minimumi tek maksimumi. Ti ka kërkuar Zotit të gjitha. O Zot na jep mirat e botës tjetër. Kush janë të mirat e botës tjetër? Vallahi fillojnë nga minimumi në maksimum. Ti ka kërkuar Zotit të gjitha. Me sa?
me një ajet. Me një ajet. E sa ajete kanë Kur'an të tilla që Zoti ka thënë kush e thot këtë dua unë do t'i përgjigjem. Për shembull, 2 ajetet e fundit të surës El-Baqara. Sa herë që njeriu i lutet Zotit me njërin prej pjesëve të 2 ajeteve të fundit të surës Baqara, Zoti flet, thot po do të përgjigjem. Allahu Akbar. Qad fa'alt. Për lutjeve më të mira që ti mund të përdorësh është El-Fatihaja. Është kulmi i gjitha lutjeve që mund bëjë njeriu. Aty ke të gjitha gjonat. Pse? Se El-Fatihaja është ajka e kujt? E Kur'anit. Apo jo? Ajka e Kur'anit është El-Fatihaja. Gjithë feja është me El-Fatiha. Ti lutesh Allahu xhelle xhelalu për çdo gjë me El-Fatihan. Ose tek suratu Ali Imran, Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. O Allahu Zoti, mos na i lako zemrat masi na udhëzove në këtë fe. O Zot, na dhuro për herë dhe pa ndërprerje prej mëshirës tënde, se ti je dhuruesi. Pra përdori lutjet e Kuranit. Jo vetëm kaq, përdor lutjet që kanë përdor pejgamberët. Për shembull, kur ke i hall, i smundje, i problem që s'po të shkputet, nuk po del situata, pse nuk përdor duan e Ejubit alayhis salam? Rabbi, inni masani ad-durr wa anta arhamur rahimin. O Zoti im, më ka zonë kjo e keqe, po ti je më mëshiruesi i mëshiruesve. O Zot, më ka zonë kjo e keqe, ama ti je më mëshiruesi i mëshiruesve. Bëje duan e Ejubit alayhis salam. Bëje duan e Yunusit alayhis salam. Bëje duan e Nuhut alayhis salam. Bëje duan e Ibrahimit, Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Bëj lutjet e pejgamberëve të Zotit, se pejgamberët kur i kanë bërë këto lutje, do të thotë se e kanë pas edhe një sinjal nga Zoti për t'i bërë këto lutje. Përdor lutjet që ka përdor pejgamberi alayhis salam. Të shkurtojnë kohën, kenë to garanci. Për shembull, një rast, një lutje që ti po ta bësh, s'ke nevojë më lut pas i gjë tjetër. Për shembull, thot njëra prej lutjeve. Pejgamberi na ka mësuar me bë këtë lutje o vëllezër. Thuaj thot kur të lutesh, Allahumma inni as'aluka min khayri ma sa'alaka bihi 'abduka wa rasuluka Muhammad. Wa a'udhu bika min sharri ma sta'adha bika bihi 'abduka wa rasuluka Muhammad. Allahu Akbar. Thuaj thot, o Allahu Zoti im, unë kërkoj prej teje të gjitha të mirat që ka kërkuar prej teje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. O Allah, më ruaj dhe më mbro prej çdo gjëje që ka kërkuar mbrojtje për të ruajtur për të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do më thonë, kjo lutje të rehaton. S'lën gjë brenda pa përfshirë prej të mirave dhe s'lën gjë brenda prej të këqijave pa u ruajtur prej tyre. Se ti thonë o Zot, çfarë ka kërkuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ma jep edhe mua. Përveç gjonave që janë punë profecisht, s'mund t'i japë Zoti. O Zot, për çdo gjë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar mbrojtje, më ruaj dhe mua ti prej asaj. Ti mendon se mund të ketë lënë gjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për gjëra të këqija që si ka kërkuar mbrojtje Zotit? Pra lutjet profetike të shkurtojnë kohën, të shkurtojnë fjalit dhe janë shumë gjithëpërfshirëse dhe kanë brenda një farë garancie, kanë brenda një lloj sigurie ndryshe nga artikulimi jon, i imi apo joti, e ku dëgjon etj. Ndërsa ajo është lutje e gatshme që janë lut me të pejgamberët e Zotit xhallal xhelalu dhe nuk është kush që këto lutjet pejgamberëve të jenë domosdoshmërisht në gjuhën arabe, por këto lutjet pejgamberëve mund të jenë absolutisht edhe në gjuhën shqipe dhe për këtë ti duhet të jesh i qetë. Edhe e fundit fare, prej problemeve që ne kemi në lutjet tona që nuk morin përgjigje kur i lutemi Zotit xhallal xhelalu është mungesa e korrektesës tonë në raportet me Zotin e gjithësisë. Kemi probleme me farzat. Kemi probleme me mënyrën se si e falim farzin, me cilësinë që ja përkushtojmë Zotit kur i falim farzat. Kemi probleme me sunetet, kemi probleme me haramet, kemi probleme me gjunafet, na kanë myt kamata, na kanë myt interesat bankare, na kanë myt këto, na kanë myt ato, edhe prap
Pra robi kur ka hall dhe kur ka nevojë mundohet që të jetë më i kujdesshëm. Pse? Sepse ai që ka hall dhe nevojë ti fundit. E robi do të jetë i kujdesshëm, njeriu do të jetë i kujdesshëm. Pejgamberi i Zotit sa tha, fa dhakara rajulan ash'atha akbar. يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Pejgamberi tha përmendi rastin e një burri i cili ishte udhëtar, udhëtarit i pranohet lutja apo jo? Ash'ath, flokët i kishte të shkapërdredhura, akbar, i plurosur, i kput, i lodh. Pra ky njeri kishte plotësuar gjitha kushtet që kur ti lutet Zotit, Zoti përgjigjet. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, rubba ash'atha akbarin madfu'in bil abwab law aqsama ala Allah la barra. Ka njerëz që kur i shef me sy, sta mushin me put, marum, kur shkon në vend ja mbyllin derën surrat. Ai mund të ketë një pozitë tek Allahu, që nëse i lutet Allahut, Allahu nuk ja kthen lutjen bash. Ky tipi ishte udhëtar, i lodh, i pot, me flok shkapër. I kishte plotsuar të gjitha kushtet që kur thotë, o Zot, ti përgjigje Zoti lutjes tij. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, udhëtar, flok shkapërdredhur, i pluhurosur, i lodhur, i kputur, i rreckosur, e ngriti duart nga qielli duke thënë, o Zot. Dhe pejgamberi tha, kishte ngrënë haram, ishte ushqyer me haram, ishte veshur me haram, ishte i gjithë në haram. E ku ti përgjigjet Zoti atij njeriu? E ku ti përgjigjet Zoti atij njeriu? O robi i Zotit, ti mos hiq asnjëherë dorë prej lutjeve dhe mos e lër shejtanin të lozë me ty dhe të thotë, po pse lutesh ka pa të shkruajt Zoti ka për të ardhur, ose ka të shkruajt s'ka për të ardhur, pse lodhesh ka duke bë dua? A themi ne musliman, thot shejtani ty në mendje, a themi ne që Zoti e ka shkruajt, ç'do të kesh, ç'do të kesh, ç'do të japë, ç'do të japë, pse lutesh ka? A e ka shkruajt Zoti? Pa pas shkruajt Zoti me pas makinë, ke për të pas makinë. U lutet. Pa pas shkruajt Zoti me të ec me armë punë, ka për të ec me armë, u lutet. Argumenti thot shejtani e ka shkruajt Zoti pra. A themi ne musliman që çdo gjë e ka shkruajt Zoti? Mos u mashtro për shejtanin. Se edhe lutja që ne bëjmë është pjesë e kaderit. Edhe lutja që ti bën është pjesë e kaderit. Për këtë arsye, në transmetim thuhet, nuk e kthen kaderin mbrapsht gjë tjetër përveç se lutjes. Që lutja duhet të mishtu apo duhet më i paksu? Duhet të mishtu. Tha pejgamberi sa sem kur ndonjëri prej jush lutet, ose do t'i përgjigjet Zoti lutjes tij, dhe kjo ndodh në përgjithësi. Ose Zoti do t'i largojë një të keqe që është nis për shkak të lutjes tij. Pa ti e duke bë dua, ti e u lut për gjë të keq tjetër, ti e duke u lut Zotit se ke çështje në gjyq. Ke 10 vjet që s'ke dalë për atë gjyqi. Ti thua, Zot, sot kam ditën e fundit, është shkallë të lartë gjykatës. O Zot ma zgjidh, o Zot ma zgjidh, o Zot ma zgjidh, ti mund t'i lutesh Zotit gjyqësor për atë punë, për atë problem që ke gjykata. Për shembull. Ndërkohë që ty të shkruajt që filoni sa të dalë për shtëpisë vet do të ndodhi aksident. Ti nuk e di. Ti kujto se ke shkuar në gjykatë sot. E kjo lutja e madhe që ti bën shembull, un po jap si shembull, ti lutja e madhe që i bën Allahu xhela xhelal, çfarë bën? Fillon të ngjitet në qiell. Se u bë lutja dhe fillon të ngjitet. Ndërkohë që po zbret për orarin, se orari është tonë 8, filonit kur dalin nga dera e shtëpisë do ta mori treni, për shembull, ose do ta mori makina. Dhe ndërkohë që vjen momenti që do të ndodhi kaderi, dhe njeriu bëhet gati me del për shtëpi, lutja e robit që ka bën me përkushtim mas sabaut, o Zot, o Zot, o Zot. Lutja përplaset me çfarë? Me fatkeqësinë. Dhe shkojnë duke u mundur me njëra tjetrën deri në ditën e gjykimit. Ama robi shpëtoi, gjyqin e humi. Ama më mirë me hum gjyqin apo me hum jetën? Kush është më mirë? Si thotë? Gjyqin më mirë më hum? Thashë mos ka ndonjë që thotë më mirë jetën se sa gjyqin. Pra ose Zoti thot ka për t'ju përgjigj për lutjen që bëni, ose Zoti thot do ta ruaj nga një e keqe që peshon, çfarë kushti, që peshon sa lutja e tij. Pra sa më e madhe të jetë lutja, aq edhe të këqijat më të mëdha ty t'i largon Zoti.
Sa më dobët jenë, aq këqija të vogla të largon Zoti. Ose Allahu do ta shpërblej robin për të kur në botën tjetër. Saqë kur ti thuat robit, hajde këtu robin, thot po Zot, ke edhe ca sevape këtu maton, thot për të marr. Po çan këto Zot, son si kom bë këto gjëra. Thot, o robim, këto janë lutjet që unë nuk janë pranuar në dynja. Në atë moment thot do dëshironte njeriu që Zoti mos i shpërgjigj as i lutje në këtë botë. Kur shef sevapin në botën tjetër. Kur u tha pejgamberi sa sahabëve këtë fjalë, çfarë than sahabët? Idhen fenukthir. O pejgamberi Zot, atëherë të bëjmë sa më shumë pra lutje. Tha pejgamberi Allahu akthar. Sa më shumë të shtoni ju, tha edhe Zoti sa më shumë ka përgjithësu premtimet e tij për robët e tij. Lut Allahun xhalla xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta të na fali dhe të na mëshirojë gjithë dhe pa përjashtim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana shaqiyyan wala mahruma. Allahumma اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. I lutem Allahu xhalla xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta, këtë grumbullim njerëzish sot këtu në këtë xhami ta bëj të falur dhe të mëshiruar. O Allahu Zoti i gjithësisë, siç na e ke mundsuar sot për të mbledh nën kupolën e kësaj xhamie, na e mundson të takohemi në ditën e gjykimit në hijen e arshit tënd. O Allahu Zoti i gjithësisë, siç na e mundsove sot të mlidhemi në këtë xhami, na e mundson të mlidhemi në xhenetin Firdaus. O Allahu Zoti i gjithësisë, na e mundson që të jemi të gjithë pa përjashtim për aty në njerëzit që do të jenë pjesë e shefaatit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit. O Allahu Zoti i gjithësisë, na e mundson që të pim të gjithë pa përjashtim prej ujit të Kautherit nga dora e bekuar e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahu ju shpërblef me të mirë, Zoti ju nderoft. Selam aleikum.